Iranit ndaj Izraelit dhe Irani ka bërë qartë që nuk e njeh shtetin e Izraelit. Dhe përgjithsisht të gjitha këto element, të gjitha këto faktor të cilët i ka prodhuar historia kanë ardhur në një pikë vlimi tashmë që ndoshta mund të çojnë drejt një ndërhyrje ushtarake Shteteve Bashkuara të Amerikës në Iran, por siç e përmenda pak më parë, kjo do të jetë zgjidhja e fundit dhe megjithëse nëse do të përdoret, shumë ekspert ende vlerësojnë rëndësinë dhe efektivitetin që ajo mund të ketë, por dhe pasojat që ajo mund të prodhojë në periudhë afatgjatë për sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Zoti Kamberi, nga ana tjetër mendoni se Irani po e përdor kërcënimin ushtarak si një mjet presioni diplomatik? Kjo është mos e natyrshme. Irani po ndjek ligjin e tretë Newtonit, që çdo reagim ka kundër reagim, ai po përpiqet të rezistojë, qoftë në mënyrë diplomatike, por duke përdorur edhe do të thoja edhe kërcënime, mund të harrojmë një deklaratë të para pak ditëve të ministrit të jashtëm të Iranit, Ali Akxhaj, apo të liderit suprem Khamenei, të cilët e shoqëruar edhe me postera në Teheran, që në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do synojnë një konflikt me Iranin, ne jemi gati që të përballemi dhe rajoni do të përjetojë një periudhë krejtësisht tjetër nga ajo që ka aktualisht. Megjithëse nuk është e qetë, por mos harrojmë Irani, siç e përmenda pak më parë, qoftë për nga fakti që ka qenë për një periudhë të gjatë nën embargo etj, ka krijuar një mekanizëm vetëmbrojtje, qoftë edhe nga pikpamja e kapacitetit ushtarak, pavarësisht ballafaqimit që mund të ketë me një superfuqi siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por mos harrojmë që në këtë rast përdoren elemente të luftës hibride, pra ku një vend me fuqi mesatare përballet me një superfuqi, të cilat më e bëjnë të vështirë dhe të lodhshme për çdo vend sado të madh përballimin e saj në terma afat shkurtër, afat mesëm apo dhe afat gjatë. Rasti i Irakut dhe Afganistanit ishte një shembull i cili tregon që nuk mund të arrish të menaxhosh siç duhet konflikte që krijohen në territore të mëdha, por edhe me një lieri të madhe etnike, fetare, të cilat e vështirësojnë shumë procesin që vjen pas hapit parë. E qartë, zoti Kamberi, nga ana tjetër, çfarë do të thënie ka vendosja e një afati të fshehtë për Iranin dhe pse presidenti Shahbaz refuzon ta bëjë publike? Natyrisht janë pjesë e teknikave të diplomacisë, mos harrojmë që negociatat diplomatike gjithmonë zhvillohen në prapaskenë. Në këtë rast ka dhe ftesa për dialog të hapur, por kryesisht në rastet e krizave të tilla, në rastin e ku bëhet fjalë, siç e përmenda pak më parë, me synimin për të krijuar një ndryshim regjimi, siç ishte në rastin e Sirisë, kur aty u bë mundur që në momentin që presidenti sirian Assad mori një ftesë dhe një leje natyrisht nga presidenti i Rusisë Putin për të u zhvendosur bashkë me familjen e tij drejt Moskës, atëherë ju dhanë të gjitha garancitë dhe më pas forcat e tij kundërshtare morën në kontroll kryeqytetin e Sirisë, Damaskun. Pra dhe në këtë rast, unë e kam theksuar edhe në intervista të tjera, ndoshta në prapaskenë të diplomacisë, edhe diplomacia ruse po synon të krijojë një ndërmjetësim përveç asaj turke që ka bërë të hapur ftesën, në mënyrë që nëse do të ketë një ndryshim regjimi në kuptimin e largimit të ekipit që qeveris tashmë Iranin prej shumë vitesh, për të krijuar premisat për një tranzicion do të thoja të kadifejt aty, pra jo të që vjen nëpërmjet ndërhyrjes së armatosur, kjo mund të jetë pjesë e strategjisë edhe të Departamentit të Shtetit, por edhe vetë presidenti Trump, i cili kërkon një sukses në Iran, por që të jetë me një bim sa më të ulët. Në të kundërt, kjo mund ta vendoste atë dhe administratën amerikane në një pozitë të vështirë, po pse jo edhe në një situatë të paparashikueshme, kush ka parasysh rrjedhat e konfliktit në lindjen e mesme. Ndërkaq, zoti Kamberi, çfarë implikesh ka edhe dërgimi i anijeve luftarake amerikane në lindjen e mesme për perspektivën e bisedimeve, sigurisht dhe për rrezikun e përshkallëzimit të menjëhershëm ndoshta? Siç e përmenda pak më parë, dërgimi i luftanijeve është pjesë e strategjisë. Pra nëse synohet që aty të vihet në presion Iran, natyrisht presioni nëpërmjet demonstrimit të forcës armatose dhe kapacitetit ushtarak të Shteteve Bashkuara të Amerikës në rajon, është tashmë një mënyrë e qartë për t'i treguar Iranit që në rast se ai nuk do të zgjedh rrugën e diplomacisë, do të përballet me ndërhyrjen ushtarake. Irani e përjetoi një
veprim të tillë vitin e kaluar, dhe natyrisht kjo tashmë ka arritur në një nivel tjetër, sepse tashmë gjërat janë dhe të dukshme, media të ndryshme flasin për lëvizje të trupave, të forcave, të anijeve, të luftanijeve. Mos harrojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Bahrein dhe në Katar kanë disa nga bazat më të mëdha në Gjirin Persik, kështu që Irani është plotësisht i vetëdijshëm për kapacitetin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, fuqinë e saj, por natyrisht ai ka zgjedhur ai të strategjinë të rezistojë dhe të mos dorëzohet me fjalinë e parë. Zoti Kamberi, ndërkohë është edhe një pyetje të fundit se i përket Rusisë dhe Ukrainës, ku Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar në rrjetin social X një video të presidentit Donald Trump në një deklaratë ku flet mbi luftën për Rusi-Ukrainë, dhe lidhur me këtë Trump shprehet se ka mundësi për arritjen e një zgjedhje dhe shton se urrëtia që kanë presidenti i Ukrainës Zelenski dhe presidenti rus Putin e bën akoma edhe më të vështirë për arritjen e kësaj marrëveshje. Sa reale dhe optimiste e shihni këtë deklaratë të Trump? Po, optimizmi, zoti Trump në cilësinë e presidentit tashmë ka hyrë në vitin e dytë. Edhe po siç duket konflikti Rusi-Ukrainë nuk ka nevojë për optimizëm, ka nevojë besoj unë për realizëm, i cili gradualisht po vjen mbi tavolinën e presidentit Trump dhe do të shkohet drejt një zgjidhje realiste. Pra as zgjidhja optimiste që një konflikt mund pushonte për 24 orë nëpërmjet një telefonate, por siç u pa edhe rrjedha e bisedimeve që nga 20 janari vitit kaluar, pa edhe takimi i Alaskës ose samiti i Alaskës i 15 gushtit, tregoi që ai nuk ishte një konflikt aq i thjeshtë që varet nga humori i dy presidentëve, megjithëse për së vërtetës humori i dy presidentëve që janë në luftë nuk ka si të jetë i tillë, të cilët mund të ketë pëlqime apo parapëlqime ka shi njëri tjetrit. Dy vende që janë në luftë, një luftë që në mes ka shumë viktima të vrarë, shkatrime. Dhe pavarësisht dëshirës presidentit Trump, besoj që do na duhet ende kohë të presim dhe të mos harrojmë që shpesh në diplomacinë amerikane janë ndërfutur çështje të tjera. Pra në momentin që diskutohesh që shihet si konflikti Rusi-Ukrainë ishte ai që ishte prioritar, pastaj prioritar u bë çështja e Groenlandës, u bë çështja e Venezuelës, u bë çështja e Gazës. Pra në një farë kuptimi vetë konflikti Rusi-Ukrainë, i cili ishte konflikti i parë i dukshëm që filloi zhvendoset, luhatet këtej herë ndër në varësi të prioriteteve që ka administrata amerikane dhe presidenti Trump, i cili për së vërtetës që me ardhin e tij në Shtëpinë e Bardhë ka krijuar ndryshimet të forta, të thella në mënyrën se si sheh ai mbledhjen ndërkombëtare, raportet me vende të caktuara me cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pasur aleanca tradicionale, veçanërisht me Europën, Bashkimin Evropian, po dhe me vende të tjera fqinj, siç është me Kanadan e kështu me radhë. Kështu që në një farë kuptimi unë besoj që gjithë kjo strategji diplomatike që po ndiqet lëviz me një shpejtësi aq të madhe sa shpesh e ke edhe vështirë të orientohesh për të mos folur për pastaj kancelarit të tjera që pothuajse me këtë shpejtësi nuk janë mësuar të ecin